Korça do t'jetë për 2 net me radhë qendra e kulturës dhe traditave ballkanike me organizimin e festivalit ndërkombëtar Shpirti i Ballkanit, që do të zhvillohet më 19 dhe 20 qershor. Aktiviteti do të sjellë në qytet ansamble folklorike, grupe artistike dhe banda folk jazz nga vende të ndryshme të rajonit, duke e kthyer Korçën në një skenë të madhe arti dhe feste. Ky edicion vjen me risi të shumta, duke zgjeruar pjesëmarrjen ndërkombëtare dhe programin artistik. Në Shpirti i Ballkanit këtë vit do të kemi sigurisht trupa dhe banda muzikore nga gjithë Ballkani. Për 2 net do të kemi paradën e ngjyrave të Ballkanit që ne kemi në datën 19, për vazhduar në sheshin e Pazarit me 2 grupe shumë të mira muzikore, ndërkohë që është ftuar dhe artistja e Korçës Kamela Islamaj. E ndërkohë të nesër do të kemi grupe nga Serbia, Bullgaria, Greqia, Maqedonia, Shqipëria. Ajo që është e veçanta e këtij viti në Shpirti i Ballkanit është që do të luaj Orkestra Simfonike e Korçës, e bashkuar me një nga orkestrat më të mira në Katerin. Do të bëhen bashkë të 2 orkestrat për të sjellë muzikën greke në sheshi Pazarit në datën 20 në orën 20:30. Festivali Shpirti i Ballkanit pritet të mbledhë qindra artistë dhe vizitorë, duke e shndërruar Korçën në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës ballkanike dhe një nga ngjarjet më të spikatura të sezonit veror.